Flasim tani për ushtruesën e detyrës së presidentes së vendit Albulena Haxhiu, e cila mori pjesë sot në kuvendin vjetor të 23 të anëtarëve të rjetit të grave të Kosovës, ku vlerësoi rolin shumë vjeçar të këtij rjeti në avancimin e të drejtave të grave, forcimin e demokracisë dhe ngritjen e standardeve të barazisë në vend. Duke kujtuar marshin Buk për Drenicën në pranverën e vitit 1998, ajo ndau një kujtim personal nga fëmiria, kur pa nënën e saj dhe gratë e lagjës duke dalë me buk në dorë në solidaritet me qytetarët e Drenicës. Haxhiu vlerësoi rjetin e grave të Kosovës si një prej shembujve më të qartë të organizimit qytetar, i cili ka kthyer forcën e heshtur të grave në ndikim publik, duke qenë për dekada zë i qartë për barazin, mbrojtjen nga dhuna, pjesëmarrjen e grave në vendimarrje dhe politika me të drejta. Nga lajmet ndërkombëtare,